Bekim Balaj, përshëndetje. Përshëndetje. Duket që janë momente të lumtura për ju si sportist. Ndoshta vitet kalojnë, por mbetin e rëndësishëm. Një vlerësim nga Shkodra Sport, paraqitet mira në kampionat, duket momente vërtet këndshme për ju si sportist. Sigurisht një mirë, ta nis nga vlerësimi që mora edhe nga ju, nga organizim që u bë në fund vitit. Realisht gjej momenti t'ju falenderoj ju personalisht, po edhe gazetën Shkodra Sport për mbështetjen dhe promovimin në vite që i bën sportit Shkodër dhe gjithë sportistëve shkodran. Realisht një mirë, pasi them drejtën në Shkodër e gjen gjithmonë motivimin për të dhënë më të mirën, duke ditë tifozëria shkodrone sa kërkuese është, ambienti aq sportdashër se bën mund një mirë dhe t'jap gjithmonë më të mirë ndihmë. Anketat e 10 sportistë më të mirë në Shkodër kanë qenë një traditë. Ju nuk patët fatit ndoshta në fillimin e karrierës tuaj, sepse u larguat edhe shpejt nga Shkodra, por për 2 vit me radhë jeni fituesi i kësaj ankete dhe besoj që është bukur të jesh mes më të mirëve të qytetit të Shkodrës. Sigurisht është vlerësim, mund të them ndihemi nderuar kur vlerëson Shkodra, kur merr një vlerësim nga tifozët, mund të them nga ambienti sportdashës, nga gjithë ato që më kanë votuar. Duke ditë dhe numrin e lartë sportistëve me rezultate të shkëlqyera që ka Shkodra, mund të them është vlerësim për mua që jam mes 10 më të mirëve të këtij viti. Realisht, si ka qenë viti 2024 për Bekim Balajn? Them drejtën, si gjithmonë, i mbushur me shumë sfida. Mund të them që sporti ose futbolli që përfaqësoj unë i tillë është në Shkodër i kanë gjithë sytë te futbolli, gjithë presin rezultate, ndoshta u bën vite që presim rezultate në Shkodër. Realisht që sfidë unë kam sfidë përditshme, ndoshta nis me veten, kërkoj çdo ditë përmirësohem edhe të jap më të mirën time, kështu që 24 mund të them në planin individual deri diku mund të them jam në i mirë, por që një vit që u mbyll pa trofe për ne është gjithmonë nuk është ajo që ne kërkojmë ose që Shkodra don, kështu që sfidat e reja na presin për 2025. U shpallët fituesi i Kputucës së Artë dhe ndoshta me shumë mundësi edhe fituesi i Topit të Artë, sepse jeni një nga kandidatët kryesor. Në aspektin personal besoj që po bëni mirë, pavarësisht se vitet kalojnë. Siç thash, në një mirë, realisht në një mirë dhe punoj çdo ditë që të jem më të mirë në temë. Siç thatë, vlerësimi me Kputucën e Artë këtij viti për një sulmues është një trofe, një çmim jo i vogël, por që unë si përfaqësues i një sporti kolektiv mund të them që realisht edhe arritjen e këtij çmimi do ta ndaj me skuadrën. Normalisht që pa ndihmën e tyre s'do kisha arritë të shënosha gjithë ato gola dhe të isha fituesi i Kputucës së Artë. Por që në fund pak vlen mund të them për mua, pasi shpresoj shumë që këtyne trofeve individual mund të them ti bashkangjitet një ai trofe që gjithë e dojmë. Ju mungon një trofe me vllaznin? Them drejtën mungon. Realisht ajo është një shtys e madhe që më ka kthyr mua në Shkodër, mund të them, edhe është ndoshta një motivim i përditshëm që kam, që shpresoj shumë që të ardhmen e afërt të arrim të sjellim trofeun në Shkodër. Ndoshta Shkodra trofeun mallor që e pret për shumë vitesh, por sigurisht çdo trofe është i rëndësishëm dhe shpresoj që ky vit jetë viti jon. Shumë vlerësime ndoshta edhe pas ndeshjes së fundit, për nisur nga performanca, golat ndaj Tiranës, vlen deklarata e trajnerit Magani që Bekim Balaj duhet të jetë shembull për gjithë futbollistët e rinj, apo të tjerë specialistë të cilët e quajnë rikthimin tuaj në kampionatin shqiptar që një nga gjërat më të bukura që i kanë ndodhur vitet e fundit. Gjëji sigurisht është vlerësim. Realisht kur një gjoj fjalët që thonë për mua një mirë pasi duket sikur të shpërblehet ai mund ajo sakrificë, ajo punë që bën. Por që, siç thash, kam marrë në Shkodër, i motivuar maksimalisht për të bërë më të mirën teme dhe për sado pak me kontribuese, me dhënë ndihmën teme për ekipin e vllaznisë, kështu që jo vetëm fushën e lojës, po mundohem edhe jashtë saj që të jem pranë skuadrës, që pranë djemve të ri që realisht tani po vinë, kena goxha prurje cilësore nga akademia dhe shpresoj shumë që sado pak t'i ndihmojmë, t'i mbështesim që ato të marrin atë rrugtimin e suksesshëm, pasi e nisin karrierën të vllaznia dhe besoj që do i kenë një ndihmë për të ardhmen.
Kena pas fatin edhe unë jam rrit, domethënë duke një shembull lojtar që kam pas në përballje të Vllaznisë, një ndërtohesh e kam edhe zëvendës trajner, kam pas fatin ta nis karrierën në krah të Viorencin Sinanit, kështu që besoj që më kallon një nimes shumë të madhe gjatë karrierës time. Shumë prej lojtarëve që kanë luajtur jashtë, edhe të kombëtarës, në momentin e rikthimit në Shqipëri, pothuajse nuk kanë bërë fare mirë. Ka ndryshe me ju. Pse ndodhi kështu? Gjeshi, si thash, unë jam kthy në Shkodër edhe me presidentin kur kam kam pas disa herë kontakte për kthimin tim në Shkodër, ndoshta edhe më herët. Ka qenë gjithmonë një dëshirë ime që të kthehem në Shkodër, të jem gjendje të kontriboj, domethënë të jem paktën në aspektin fizik, të jem gjendje që të kontriboj. Kurse kam dashur një pensionim te Vllaznia, kam dashur të kthehem, të jap atë kontributin tim të vyer sadopak për fanelën e Vllaznisë, e cila na kallon shumë, mund të them, si futbollist i saj. Kush gëzohet më shumë në familjen Balej kur Bekimi shënon gol apo bën diçka të bukur në fushë? Po, them drejtën, babai im është ai që më ka mbështetur, ka një gjithmonë, realisht jo vetëm babai, po gjithë familja ime, të afërmit, miq, gjithë janë në stadium, ndoshta me ankth edhe e ndjekun çdo ndeshje, ndoshta më shumë emocion se vetëm që jam në fushën e lojës. Kështu që gjej rastin të i falenderoj për gjithë këtë mbështetje që më kanë dhënë për gjithë këto vite, realisht që jo edhe mund kam majt presion, po kanë majt presion edhe ata goxha mi shpatat e tyne. Po me kritiku, kush është? Nësë dita gjej, unë diskutoj gjithmonë me babën, normalisht që diskutoj shumë mos neshjeve, kështu që ndonjëherë në diskutime si për me kritikat që bani, them, po ndoshta se kuptonet shumë që nuk ka qenë për veti aq si më thonë afër futbollit, pasi ai karrierën e ka bërë më shumë si atlet dhe në voleyboll ka qenë, kështu që ndonjëherë kena edhe ata kontraditat e vogla. Fanela e Balejt, besoj që ka shokuar më së shumti nga të gjithë të tjerët këto 2 vitet e fundit. Keni bërë një llogaritje sa fanela ka dhuruar Balej? Të drejtën çdo ndeshje kena 2 fanela, por realisht nuk mjaftojnë, kështu që porosisht shpeshherë fanela ekstra. Kujtoj veten, domethënë në fillimet e mia kur e kam nisë me Vllaznin, kena pas veç 2 fanela edhe ka qenë pa mujtur të llorosh kujt një fanelë të neshjes. Vjen mirë që gjanat kanë ndryshuar dhe sadopak me fanelë mund gëzojmë një njerëz, një fëmijë, një person që realisht e ka qef një llorat nga unë, kështu që kam pas mundësinë të shpërndaj goxha fanela. Vetë fëmijë, keni adhuruar fanellën e një illit tuaj? Ndoshta në fillimet e mia, mund të them që futbollin e kam njeh prej Ronaldos brazilianit, kështu që s'kam pas fatin ta kem një fanellë tip, por ato fanellat e bardha të pamukut i vizatoshim, e shkruashim Ronaldo dhe numri 9, kështu që nga ai kam ngel tifoz i Interit, Real Madridit, Brazilit, domethënë gjithë ato. Pastaj u rritëm pak dhe normalisht që illi tanë kanë qenë pjesë e Vllaznisë, një ndër to Viorencin Sinani. Balej, çfarë presim nga ju dhe Vllaznia për vitin 2025? Që normalisht Shkodra pret shumë. Shkodra i ka sy te Vllaznia, Shkodra pret shumë nga ne, sigurisht që do jetë një vit me plot sfida dhe shpresoj që Balej dhe skuadrat bëjnë më të mirën dhe t'ja shpërblejnë Shkodrës. Ndërkohë urimi i Balejt për sportin shkodran në tërësi, çfarë paroni? I uroj sigurisht që shumë suksese, medalje, trofe që nuk mungojnë, janë të përvitshme, por ndoshta ajo që duhet më shumë është vëmendja gjithë nga sporti dhe sigurisht investimet që i kanë të nevojshme. Balej, faleminderit. Faleminderit dhe juve.